miq, siç e pam të gjithë, ra një shri, shumë i qetë, i pashoqëruar me erat e forta apo diçka të ngjashme, dhe e nxorën e pa gjithë korrupsionin e nivelit lokal që nga pas lufta deri me tani. Të gjitha ato parate taksapagosve të nivelit lokal, nivelit qendror, të Bankës për Zhvillim, Bashkimit Evropian, USAID, e ty, sikur mos ishin dhënë fare. Të gjitha ata shërita që janë prerë, të gjitha ato punë që janë kryer për pastrimin e lumet, zgjerimin e lumet, pastrimin e shtratit, rregullimin e shtratit e lumet, ndërtimin e urave, e të tjera, ku mbeten? Pse nuk funksionuan? Pse rezultati i tyre ishte zero? Pse? Sepse janë projektuar në atë formë, janë vjedhë, janë keq përdorur, janë keq menaxhuar. Është thellësisht e parësyshme dhe shqetësuese kur bëhet lajm ditor se filan kryetari i komunës, filan drejtori i drejtorisë për urbanizëm i veshin çizmet, jakën e shit dhe po dalin tip qytetarëve me çizme. Çka kryen punë çizmet sot? Çka kryen punë jakën e shit sot? Çka kryen punë e qoftë edhe kamioni 20 tonë sot? Jo me që këtu duhet të veshen dhe punohen verës dhe ju në verët që pojnon pas, por në verat e fill pas luftës, sepse në këtë aspekt janë dhënë parë të mëdha. Dhe në rastet e tilla, pastaj kryetari i komunës me gjithë ekipin e tij duhet të dalë vetëm me shqetësues siç po funksionojnë ato, punë të cilat i kanë kryer më herë, e eventualisht ndonjë detaj që ka mund t'u ikë në atë kohë i pa përcaktuar asaj kohë, i pa parapon, po ndonjë detaj. Vajt të evitohet, po ju të evitohet tash në 2026, po ndoshta në vitin 2002-2003. Tutje, e lëshoj dikush një rendje, mirë pa ja rendhëzi shumë, se kjo që po ndodhet të na ndodh për shkak të pozitës gjeografike që pas ka Kosova, sepse po shkarkohen lumej, liçej dhe ujë po vjen nga shtete të tjera, të cilat nuk janë nën kontrollin tonë. Jo mish, në Kosovë nuk shkarkohet asnjë pos i ujit, asnjë prosk, asnjë liçej, asnjë lumej, asnjë deti nuk kalon, madje as për sa afërm nuk i afrohet Kosovës. I gjithë ujë që vjen në Kosovë vjen vetëm nga rreshtet e shiut, eventualisht të borës, përndryshe këta menjëherë shkarkohet në vende të tjera. Po të kish me qenë sikur që është Shqipëria, është Shkodra, shembull që vjen ujë nga zona të tjera dhe po shon aty për shkak të pozitës që ka. Është një rrethon pak më ndryshe. Mirë po Kosova është në korrez të shumë shtete të tjera të Ballkanit gjeografikisht dhe menjëherë shkarkohet ndërsa në Kosovë nuk vjen asnjë pikë nga asnjë vend tjetër. Prandaj uroj që prokuria të jetë në krye të detyrës së bashku me mekanizmat e ligjor dhe të gjitha ata kontraktues, hartues, projektues, komisionin mbikëqyrëse, komisionet e pranimit që kanë mbikëqyrë, kanë projektu, kanë menaxhu, kanë nënshkru, kanë pranuar punën, ata sot të prangosen dhe në lajme qendrohet vetëm të jepet si shifër, so është numri atyre që prangosen, sepse ky shira dhe u zbulua dolën e pa gjithë ai dam, gjithë ai keq menaxhim, keq përdorim që ja kanë shkaktuar vendit tani 26 vite. Përndryshe kanë nga përsërit situata të tilla shumë të rënda. Kësaj herë fatmirësisht pozdemet të mëdha që ishin në ekonomitë familjare, biznesore apo edhe institucionale, mirë po janë që menaxhohen. Po çka sikur kishin pas me jetat njerëzve, e gjë që mund më ndodh shumë shpejt dhe shumë lehtë. E vetmi arsye është, nëse na ndodh në raste të tilla runa zot, kemi me thonë që ky shi në janar në Azurit e pa përgatitur sepse kemi menduar që në janar vjen borë dhe jo shi. Përndryshe asnjë arsye tjetër. Për mos na ndodhë kjo, prokuria duhet me në qenë në nivel më të lartë të tyre dhe me godit të gjithë ata zyrtarë, sidomos në nivel komunal, të cilët kanë udhëhequr, kanë menaxhuar, kanë pranuar punë të tilla, kanë kryer punime të tilla për 20 vite apo 25 vite dhe të njëjtë përgjigjen me forcën e ligjit, sepse është një moment shumë adekuat ku provohet shumë lehtë dështimi, vjedhja, keq menaxhimi, korrupsioni i lartë i tyre që ka bërë tani e sa vite për shkak se të gjithë ta milionat, të gjithë këto punime që janë pa fare apo janë bërë shkelë shkot, nuk treguan asnjë rezultat. Kishte me qenë pak e arsyeshme sikur kishte pas diçka që ka ndruar gjendjen ekzistuese. Shembull, sikur kishte mujt me lë fajin zhvillimet e teknologjisë, me thonë këto digja, këto veprime janë marrë në kohën e mëhershme, mirë po tash ka evoluar teknologjia dhe kemi do thotë një situatë tjetër gjeografike, prandaj kjo nuk është para po. Mirë po për asnjë milimetër nuk ka ndryshuar asgjë. Këto proje, këto lumeje që janë sot janë të mëshekuj, do thotë as nuk janë zgjeruar, as nuk janë ngushtuar, as nuk ka asnjë prurje diçka që mund me bë me dal për te shtat atyre. Por pas nuk është kryer punë lidhur me menaxhimin, pastrimin dhe zgjerimin e tyre në turp, ndërsa
saporët janë marrë siç i ka më lart dhe kjo është pasojë e korrupsionit që ka shoqëruar Kosovën për më shumë se 20 vite dhe tani prokuria duhet të godas këto grupe puro kriminale sepse nuk është e drejtë, nuk është njerëzore që tani ne nëse përballojmë mësumet to mirë po qeverat të reja nuk na kanë bërë që t'ja lënë Kosovën me ata njerëz që nga pasur vetëm kanë vjedhur dhe kanë gllabruar për vetë dhe të afërmit e tyre ndërsa për qytetarët nuk kanë menduar asnjëherë. Uroj që kjo të jetë hera fundit që kemi krizat e tilla ndërsa ata të cilët janë pjesë e atyre matrapazllaçeve të përballen me forcën e